ku ka ma vështirë. Për shembull, në Shqipërinë e Jugut, 90 e diçka % mesha në kishat ortodokse bëhet greqisht. Çka kanë hik noli dhe rilindasit, adhetarët dhe njerëzit me punu dhe me vepru që s'paku meshen me bon gjuhën me shqiptarizu, po. Me shqiptarizuë. Po. E me përkthyje. Po. Ato e ka përkthyje noli. Njeri që është met pa martuar, njeri që ton jetën met pa buk, njeri që ton jetë lekun që e ka pasë, ka punu dhe mundu, adhejën për çështjen kombit, adhejët, e ka kuptuar dhe e ka ditë shumë mirë se rrezikun grek. Prandaj duhet me bo mesën shqip. Së dhe kje mjedis Tirane edhe atje që mesha kryhet në gjuhën greqisht. Asnjë fjalë nuk e dhe qeveria Kosovës. Asnjë fjalë se thojnë partitë politike në Maqedoni. Asnjë fjalë se thet opozita ose pushtetin në Shqipëri rreth këtyre problemeve dhe çështje sepse frikën e kanë që po i dhënohet gazda. Pra, gazdi Albin Kurrit është Aleksandr Vučići. Është pak e rëndë kjo. A i shërptori në rishë sa. Në nshkruje që të e ka në nshkruje. Pra në dokumentat që më këthuje sërbet, edhe ilegale edhe legale, e ka në nshkruje. Pra në Republikën Sërbe e ka pranuar. Nuk o të mo problemi veç i pjesës veriore të Kosovës. Ndërmjet si Sorensen e tha këto ditë qartë, detyrimet që keni marrë në Bruxelles dhe në orë, nuk janë shaka, janë detyrime që nuk negocione. Keni marrë ato detyrime me dhe pa nënshkrim, me pranin tonë, dhe ato çfarë keni thënë, e inizatuar janë detyrime për shtetet tuaja. Në pranin ishte atë Zoti Konjufca dhe ministre e jashtme e Serbisë. Tash, pak nga këshka tash... Kujt i besojmë tas? Si ta shohim të nesërmen? Unë e Bëshareto. Këto e ka thonë edhe Albin Kurti. Në intervjist me këtë Blendi Fevziu. Që se dënë që tash për ta gjojë se e libe e kije. Për Maqedoninë në orë, për këtë pjesën veriut Kosovës. Tha ashtë autonomi, tha po. A i diçka janë gjajshme si Republika Sërbe në Kosovë, tha po. A këta e ka thonë edhe a i vetë komplet. E tash, thonja, apo kërkesa e Petersenit. E Bashkimit Evropian. E Bashkimit Evropian, sepse Peterseni dhe ata janë e përfaqësojnë një politik BE-s ose të Evropian. A e ka thonë komplet. Edhe e falenderej që e ka thonë, edhe unë e pja thonë që të darëve të Kosovës. Shumë më e rëndësishme dhe më vlefshme është deklarata e Petersenit. Edhe BE-s për çështjen e Kosovës se sa mashtrimet që i bën qeveria Kosovës krye me Kurtit dhe Jona Mihalin, pastaj Mimozda Kusarin edhe Donika Gërvallin. Po edhe Glauku Konjufcën. Sepse Kurti më herët thoshte nuk pe zbatoj marrëveshjen sepse nuk ka firmat aty, nuk ka nënshkrimet. E konfirmoi Petersen se disa pjesë të marrëveshjes kanë filluar të zbatohen. Po normal, tabelat, pranimi, komunat, lista serbe. Gradualisht po jetësohet aneksi i Ohrit, që është quajtur pjesa më e dëmshme e gjithë historisë politike të marrëveshjeve që ka rritë Kosova me Serbinë. Edhe në herë bekdovit. Inshallah unë jam i gabuar. Po unë politik diplomacitë madhe të fuqishme në tokë, aso kret nuk e di. Vetëm një e di që pejtë të njështë të ketë nejtë, çdo mendim jami, çdo qëndrim jami, edhe që unë e komendu, ka dalë, s'ka shku 70 vjetë ka dalë, ashtu që e këmë thonë, që pastaj shumë njerëz e kanë pranu ku ke ditë. Por edhe një bëthëm këto, e kam obligim që të dalë me thonë. Atë që ka e ka nënshkruar Albin Kurti në Ohër, nuk duhet me lidh me marrëveshjen e 13-ës e 15-ës. Ajo ka një marrëveshje për marrëveshje, por nuk ka qenë marrëveshje obligative. As marrëveshje që është dashur moralizu, por këtë e ka përdorur ky kryeministër që sot që peqon kryeministër, se realisht halesa kryeministër, është votat i ka marrë, por s'ka kriju qeveri, edhe s'ka kriju as kuvend, as president, as kërgjët, që tash njëjtën veç e ka forcuar dhe më shumë, dhe më thonë që i ka botë liç me ato që i ka akuzuar dje. Pra dhe hep thëmë qytetarëve,
Të gjitha çka i ka thonë Albin Kurti është fjala sa ka qenë shoqat, janë thonje që realisht është dashur mi pranu, që shi kum pranu edhe unë, por të gjitha veprimin që ka bërë Albin Kurti, për kundër asaj që ka thonë për në sa ka qenë shoqat, janë veprime anti-shtetit Kosovës. Atë shumë janë anti-shtetit. Të gjitha. Të Albin Kurti nuk mundesh me gjetë asë një vendim të rëndësishëm për të cilin ka thonë që bëj për Kosovën edhe që ka bëhë se ka realizu. Asë një. Të gjitha janë dështuar. Ori, tu është gjëja më dëmshme. Njoma më rënë gjithë. Po gjëja më dëmshme që kjo. Pederseni thetë që do të mi pranu dhe kanë vazhdu mi pranu dhe jo që kanë vazhdu, po jenë shku dhe në gjysë. Sepse i ka pranu kjo. Gjëja dhe me dëshme se kjo është kolonizim. Aneksi orit po zbatohet në teren, kolonizimi sepër. Shumë bukur. Gjëja dhe me modhe dhe me rrezikshme që ka qenë, që kjo është e treta herë, është kolonizimi i Kosovës. Po tash kësaj radhe kolonizimi i Kosovës kësaj radhe po bëhet me letra që i ka pranuar dhe i ka nënshkruar qeveria e Kosovës. Kolonizimi i vitit 1919-20 është bo kolonizimi i Kosovës me serb nga troje tjera, por nuk e kanë nënshkruar qeverit, po është një Haxhi Qamil, edhe një Ahmet Zog dhe dikun qofë është. Po. Edhe kemi pastaj kolonizimin i cili është bo, është projektuar në 1937, nga Vase Qurubëlliqi, është nisë mas 45 shtatës, po për fat keq, këtë nuk e ka për fat mirë, këtë nuk e kanë lejuar, për shembull qëllëheqja e Jugosllavisë në krye me Titin, Kardelin, Bakariqin edhe ato ebrein, që qysh batem në kë. Po. Edhe ka thonë ja, të gjithë serbët që kanë jetuar në Kosovë, gjatë luftës që janë ikë pe këtyne, kanë bë krime dhe kanë bë këtë, ata mu kthy në Kosovë s'ka. Pas luftës dytë botërore, po. Pas luftës dytë botërore. Dhe tash